Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me përgatit tas qepap shumë i shishëm tradicional edhe javlenta. Provoni krejt çka na nevojiten. Janë 1 kilogram mish të viçit ose të lopës, mandej 6 qep të mdhaja i grini, jo shumë tima siç po shihni, 2 lugë të gjellës me salcë të domateve, 1 lugë të gjellës me miell, 1 lugë të gjellës biber të kuq, 1 lugë të mesme biber të zi, 1 lugë të gjellës jo krejt plot me krip, vaj edhe na nevojitet ujë i nxehtë ma vonë. Pra, bismillah, fillojna me përgatitjen. E morëm një tenxhere ku edhe qesim vaj. Vajin e lëm që të nxehet mirë pra në tenxhere. Mishin pra e kaverdisim mirë derisa të zbutet në gjitha anët. Mbulojna tash tenxherën e kapak. Mbasi është zbutur mishi pak, pra është kaverdisur shumë mirë, i mbuluar tenxheria pra me kapak edhe në temperaturë të ulët milon. Tashti e morëm qept i qesim. 6 qep të mdha grine. Pra qepa jep tek në shije. Edhe pa qep asnjë gjellë nuk dele mirë. Kaverdisim edhe qept. Tas qebap e bëjshim mas shumëti, sidomos kur e prejshim postarmën me atë mishin e postarmës. Wow, sa i shishëm që bëhet. E përgatitim gjithmonë, por dyqysh me mish të postarmës ka ma lezet. Tash e lojna edhe qept kaverdisën edhe të zbuten mirë, prap e mbulojna edhe tenxherën me kapak. Basi kemi kaverdisë edhe qept, pra me mishin, dyjat i kaverdisni rreth 30 minuta dhe pra një herë mishin, 15 minuta, mirë, mandej bashkë me qept, pra 30 minuta gjithsej, derisa të zbuten kështu siç po shihni. Tash e morrim miellin, 1 lugë të gjellës me miell, edhe i përzina prap me miellin. Një drekë fantastike, koha sot, pra janë denta për në gjithë. E lojna 2-3 minuta të kaverdisit edhe mielli. Basi është kaverdisit edhe mielli, tash e morim salcën e domateve. E përzina. Shtojna me mesat, kripen, biberin e kuq, edhe biberin e zi. Me njëherë e morrim ujin e nxehtë, zhuluar pra, me fat. I përzina gjitha. Edhe shpëretin, pra nuk e lojna lëshutën në temperaturë të lartë, non ploqin nuk e lojna, por 3 ose 4 që të zihet tas qepap, kështu pra në temperaturë ma të ulët. Edhe pak ujë shtojna. Gjatë zirjes e kontrolloni, pra duke përzi, nëse shterët, pra mundeni me qitë një shtu edhe pak ujë, e lojna kështu që të zihet, pra me kapak e mbulojna tash tenxherën. Edhe tas kebab është gati. E kemi zi pra për 1 orë e gjys. Gjys ore kur e kemi kaverdis fillim, 1 orë e gjys e kemi bo zirjen, pra temperaturë 3 ose 4, siç kom thonë, duket kështu tamam tas kebab pra tradicional. Tepër e shishme bëhet që javlenta, provoni. Mundeni ma servu pra, ose me pire, ose me oriz të zim, ose me kurgjohiq vetë kështu. Provone edhe bindeni vetë për shijen fantastike që ka. Bismillah, qesim edhe në pjatë. Shumë bëhet i shishëm, tamam për kohërat e ftofta tash me të knoq me lugë ushqim pra i langshëm.
dreka tekni është gati, ja vlen ta provoni, super i shishëm, tas kebab tradicional me shijet e mrekullueshme. Nëse provoni ju lumshin duart e ju beft mirë, sikurse për drek ashtu edhe për dark, kur nuk keni ide çka me përgatit, ja vlen ta përgatitni këtë recetë. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura, e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru pafshim.